Këtë të hanë kanë nisur aplikimi online për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit në portalin U-Albania. Maturantët do të kenë në dispozicion 6 ditë për të përzgjedhur deri në 10 programe studimi, si hapi parë drejt regjistrimit në universitet. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro u ka drejtuar një mesazh të gjithë maturantëve, duke i ftuar të kryen aplikimin brenda afateve të përcaktuara. Të dashur maturantë, një ditë shumë e rëndësishme fillon sot me ju, bashkë me javën. Nga data 27 korrik deri në datën 1 gusht, do t'jeti hapur portali U-Albania, ku të gjithë maturantët që dëshirojnë të regjistrohen, të aplikojnë për studimet larta, mund fillojnë ta bëjnë këtë nga sot. Do të keni 10 mundësi zgjedhje. E di që keni punuar shumë dhe ndërkohë jeni përgatitur për këtë moment. Mos mburoni të aplikoni atje ku keni dëshirat, ku keni ëndrat, por edhe talentet tuaja. Do të jetë një javë intensive. Të gjithë do të jenë në gatishmëri për t'ju shërbyer, për t'ju përgjigjur dëshirave tuaja, me qëllim që ky proces të ecë sa më mbar. Të gjitha mundësitë janë të hapura për ju në universitetet shqiptare, me programe të reja, me staf akademik të përgatitur, por edhe me investime të reja në auditore. Në fund të fjalës së saj, ministrja Kumbaro i ka inkurajuar maturantët të bëjnë zgjedhje të lira, bazuar në preferencat, përgatitjen dhe talentin e tyre.